unë vi sot, siç mund të vi çdo kusht, prindit të cilit kanë nevojë për gjak apo një afërm, por a e përballon dot i smuri gjakun që nëna ime nuk e përballon dot, më gjakun që do jap unë duhet shumë të tepër, si bëhet? Patjetër, ne kemi pacientë të cilët janë të smur kronik dhe për këtë kujdeset shteti. Pra të gjitha ato fushata sensibilizuese që ne bëjmë për ditë, bëjmë një kalendar gjithë vjetor duke përfshirë të gjitha institucionet shtetërore, përfshim çdo aktor tjetër, qoftë biznese private të cilët kanë një numër të caktuar punonjësish, qoftë të bëjmë thirrje nëpërmjet autohemotekës tonë lëvizëse, sepse është bërë e mundur që tashmë çdo person që ka dëshirë të dhurojë gjak, kur autohemoteka lëvizëse është në qytete të ndryshme, ata mund të afrohen dhe të dhurojnë gjak me të njëjtën cilësi, me të njëjtën standard, siç mund të dhuronte një person që ndodhet këtu në Tiranë, në qendrën kombëtare të transfuzionit, gjë që na ka bërë që jo vetëm të rritet ky sensibilizim, por ne të kemi mjaftueshëm për të përballuar, po themi, këto raste që na janë paraqitur. Ja kemi dalë me sukses, por ka qenë dhe është një punë shumë e madhe. Ne për ditë bëjmë thirrje që të dhurohet gjak. Atëre, sapo ju shtuar, jo vetëm një vullnetare e dhurimit gjakut, po dhe një vullnetare në promovimin në dhurimit të gjakut. Ne të falenderojmë shumë dhe do donim që promovimet të kësaj natyre të jenë të mos kenë vetë personat probleme. Duam që ne të bëjmë të mirën dhe që pacientët tanë të mos u mungojë asnjë gjë nga ato që ata kanë nevojë. Faleminderit shumë për gjithë çfarë bëni. Ndërkohë, vazhdoj.